Ubade ibn Samit, radiallahu ta'ala anhu, tregon. Thot, i dërguar e Allahut, sallallahu alaihi wasallam, ka thënë, unë pa e lexoj shqip, 5 namaze i ka obliguar Allahu për njeriu në një ditë natë. Dëgjoje pak, dëgjoje. Men hafadha alejhinne, kush tregon kujdes ndaj tyre. Wa sallahunne fi awqatihinne, dhe i fal këto namaze në kohën e tyre. Wa atamma ruku'ahunne wa sujudahunne, dhe i fal në rregull rukut edhe sejdë. Wa atamma khushu'ahunne, dhe mundohet me qenë sa më i përqendruar në këto namaze. Kana lahu inda Allahi ahd an yaghfira lahu wa yudkhilahu al-janna. Ka një besë nga Zoti se ka për ta fal edhe do ta fusin në xhenet. E kush nuk tregon kujdes ndaj namazit, apo nuk i bën këto që unë përmenda, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, lejse lahu inda Allahi ahd, s'ka besë te Zoti. Insha ghafara lahu wa insha adhaba. Nëse do Zoti e fal, e nëse do Zoti e ndëshkon. Pra nuk ka një besatim siguri mes ti dhe Zotit, nëse nuk ka njeriu rregullsi në kohët e namazit të tij.